Përshëndetje, mirë se erdhët në prezantimin për programin Youth Exchange and Study YES. Unë jam Jelma Vula, jam koordinatore e programit YES për Kosovë në zyrën e Këshillit Amerikan në Prishtinë, ose ndryshe të njohur si American Councils for International Education Kosova. Në këtë prezantim dhe në prezantimet pasuese do të ndiqni disa informacione për gjysmë finalistët për vitin shkollor 2021 dhe 2022. Nëse keni mrirë deri në këtë video, unë fillimisht dua t'ju përgëzoj që keni mbërri deri në këtë fazë, tu marrë parasysh konkurrencën e madhe të cilën e kemi prezente në përzgjedhjen e studentëve për programin Youth Exchange and Study YES. Këshilli Amerikan apo American Councils for International Education është një organizatë jo qeveritare me bazë në Washington DC, e cila mirret me implementimin e projekteve të ndryshme që kanë për qëllim edukimin. Këshilli Amerikan numëron rreth 40 zyre nëpër botë, njëra prej tyre e cila gjendet edhe në Kosovë. Zyrja e Këshillit Amerikan në Kosovë funksionon prej vitit 2004 dhe numëron 6 anëtar të stafit, njëra prej tyre e cila jam edhe unë. 5 programe arsimore aktive të niveleve të ndryshme, qoftë master apo edhe të shkollave të mesme, siç është YES-i, dhe 200 më shumë anëtar të komunitetit të ish-bursistëve apo të alumnajve, të cilët kur kthehen në Kosovë mundohen të bëjnë ndryshimet e nevojshme në komunitetin e tyre. Në vazhdim do të ndiqni disa informacione bazike rreth programit të shkëmbimit të rinjve YES. Programi i shkëmbimit të të rinjve dhe i studimit Kennedy Lugar YES u themelua nga Kongresi Amerikan në tetor të vitit 2002. Programi financohet plotësisht nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrohet nga Zyrja e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës, ndryshe e njohur si ECA, e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra rrjedhimisht, programi YES është program i ambasadës amerikane në Kosovë. Programi osiguron nxënësve të shkollave të mesme të përzgjedhur përmes konkursit një bursë që të jetojnë për një vit shkollor në SBA me një familje mikpritëse vullnetare dhe të studiojnë në një shkollë të mesme në SBA. Për të nxitur kështu të kuptuarit mes njerëzve të Shteteve të Bashkuara dhe popujve të tjerë në botë. Tani në vitin e tij të 18, programi shkollor një vjeçar ka siguruar bursë studimi për mijëra nxënës nga shkollat e mesme të shumë vendeve të botës dhe deri më tani më shumë se 600 nxënës nga Evropa Juglindore kanë marrë pjesë dhe kanë përfituar nga ky program. Në Kosovë programi është aktiv që nga viti 2009 dhe deri më tani kemi dërguar rreth 120 nxënës nga një bursë një vjeçare në këtë program. Çfarë përfshin një bursë YES? Një bursë e ofruar nga programi YES përfshin një biletë vajtje ardhje dhe sigurim shëndetësor gjatë qëndrimit të nxënësit atje, një bursë mujore për shpenzime personale dhe pjesëmarrje në aktivitete sociale prej $125, të cilët nxënësit e marrin në baza mujore apo 2 mujore, për të mbuluar shpenzimet e tyre personale si dhe për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme shoqërore apo sociale. Pastaj, akomodimin në një familje amerikane gjatë vitit shkollor dhe regjistrimin në një shkollë të mesme amerikane. Në fotografi në slide mund të shihni nxënësin ton Gentianin me nënën e tij akomoduese apo një koqire amerikane. Aktivitetet e programit përfshirë këtu përgatitjen para programit, orientimin në SBA dhe përgatitjen e rikthimit. Këshilli Amerikan për nxënës ofron disa trajnime para largimit nga shteti i tyre dhe gjatë qëndrimit në SBA në mënyrë që t'i ndihmojmë ata me ambientimin në një kulturë të re si dhe me këtë eksperiencë të madhe që po i pret. Programi gjithashtu mbulon aktivitetet gjatë qëndrimit në SBA, si festa të ndryshme, aktivitete të ndryshme sociale apo punën vullnetare të cilën nxënësit e bëjnë në baza grupore, si dhe mbështetjen për anëtarët e komunitetit të alumnajve apo të ish-bursistëve për të zbatuar projekte pas kthimit nga programi. Kush mund të marrë pjesë në programin YES? Nxënësit që aplikojnë nga Republika e Kosovës duhet të jenë të lindur midis 1 janari 2004 dhe 15 korriku 2006. Kërkesa për datën e lindjes ndron çdo vit në bazë të gjeneratës. Nën dy të jenë duke vijuar klasën e 10 apo të 11 në kohën e aplikimit.
të jenë nxënës me nodë mesatare mirë ose shumë mirë, të kenë mësuar gjuhën angleze dhe të demonstrojnë aftësi të gjuhës angleze në kohën e regjistrimit për konkurs, të përmbushin kriteret për marrjen e vizës amerikane dhe të jenë qytetarë të Republikës së Kosovës, gjithashtu edhe të jenë në gjendje të pajisen me një pasaportë ndërkombëtare nëse vetëse nuk e keni një. Çfarë do të thotë të jesh gjysmë finalist në programin YES? Gjysmë finalistët janë nxënësit të cilët aplikuan online midis 1 shtatorit dhe 2 nëntorit 2020, shkruajtën 3 esej dhe morën pjesë në një test të gjuhës angleze e pastaj u zgjodhen për të marrë pjesë në raundin e tretë të testimit. Me që tash jemi në raundin e tretë, ne mund të flasim pak se çka përfshin raundi i tretë i testimit. Raundi i tretë i testimit përfshin një tjetër test të gjuhës angleze, të cilët do ta bëni online, shkrimin e disa eseve të proktoruara apo të mbikëqyrura, e cili do të ndodhë gjithashtu online, një intervistë individuale me stafin e Këshillit Amerikan, e cila do të mbahet online, dorëzimi i formularëve të aplikimit, si për shembull notat nga shkolla, certifikatat shëndetësore, listën e veprimtarive të studentëve, e të tjera, të cilën do të dorëzoni gjithashtu online përmes sistemit ton, ku edhe keni aplikuar në fazën e parë të aplikimit. Faleminderit për vëmendjen tuaj, për çdo paqartësi që mund të keni, mos hezitoni të na kontaktoni në yes.ks@americancouncils.org apo në numrat tonë të telefonit +383 44 852 171. Faleminderit.